Ka qenë kohë tjetër, ka qenë gjithçkapi e realizuar, kompletuar mes njëri tjetrit. Është shumë interesant domethënë edhe prapaskenat edhe gjithçkapi, nuk e di ndonjë prapasken që ka ndodhur ndonjëherë domethënë që janë përla ose janë shtyme fjalë. Nuk ka shans të rikë këtë prapaskenat. Gjithë ato vite. Këtë prapaskenat me ti të rregull domethënë prapaskenat çka janë bërë për mbrapa, janë që ndoshta edhe me lët domethënë na, por që nuk janë edhe për televizionin. Batutat sande domethënë ndryshme që ndodhshin. Ja ka ndodhur për shembull kur dal një artist i ri, çu dal sot, në atë kohë jo që i një karë më të nësken. Shembull, ka dalë Genta Ismaili ose Dafina Zeqire, që u bëhe famshme të xhirimet e lobit. Po kam qenë dhe unë atë xhirim. Pikërisht, a e keni prit ju për shembull Dafinën me dashni, a jeni tut se kjo konkurrente edhe morët me na... Këta se kanë prit asnjë. Domethënë asnjëri nuk e kanë prit, domethënë që ka me pas jehonën dhe ka me pas suksesin. Brenda për brenda çasaj natë. Domethënë brenda për brenda çasaj natë nuk e këta këçëre dëgjam. Që ku janë tre. Më shumë a keni xhelozu këtu e kam më shumë absolutisht, se Dafina është komplet tjetër stil njëherë para punës. Që ku janë domethënë triat janë. Jo që pse i kam këtu, po që triat janë prej fillimit, domethënë që kemi vazhduar shoqërinë, kemi vazhduar raportet e mira, kemi vazhduar gjithçkapin. Jo vetëm punën. Tash jo vetëm punën. Po në fakt që ku janë triat. E din domethënë edhe nuk i kam met hatri askujna mrenda për mrenda emisionit, e kam vërejt, dhe më thonë që është një i ri mrenda qasaj nate, që qaj ka me konë qendra e vëmendes qasaj nate. Dhe gjithë kemi duar të roqit. Gjdo herë, dhe më thonë, gjdo herë të oplave parti, unë kom luftu që me konë një i ri, vish me dal në skenë dhe me thonë që do me thonë artistëve të ri ju ki kushtu shumë vëmendje edhe rëndësi. Artistëve të ri, shumë i po. E sa janë sot mirë njës ata artista që në letemi në ndërtojza. Unë jam njëna për tyne, për shembull, unë gjithë e ceko që kur e ku marrë ftesën e parë për labit, unë kom qenë e ri në atë periudhë dhe sa kisha fillu më marrë me muzikën, kur e ku marrë ftesën për labit, dhe më thonë, më ka duk shumë e pa mundur edhe më kom qenë shumë e lumëtër. Edhe prej që ati momenti une s'ja kom dalë. Rriva për ndryshe i ka ra edhe me udheq. Edhe me udheq të oplavi partit dhe më thonë tapetin e kuq dhe më thonë i ka prit komplet këta dhe edhe gjithmonë kom qenë mirë njose, edhe gjithmonë kom pasë respekt, edhe kom marë respekt prej labit. Po, ka rase që dikur disa prej artistëve me zi kam prit më artë të e tash me i thirë, nuk vinë. Refuzojnë. Unë dhe gjam. Po klasë dhe më thonë vishë po du me dalë shumë shkur, dhe më thonë që mësë më... Kur sot, po e ma shembull, është një falenderus, është një minjas edhe ta jep dorën, ku që fakt asë nuk është, ndështë nuk ka pas, nuk ka qenë të labit, nuk është dalë për labit. Kur sot i madhi Sabri Fejzullah vjen të falimderit për gjithë shkafin që e ke realizu, falimderit për gjithë shkafin që na ke motivu, edhe na ke e vullnet ndështë, edhe na ke promovu mënyrën që është matë mirën të mundshme, të falimderit. Për këta tjertë, unë 90%, jo 90% janë shumë, po një 50% unë sot asë nuk i stirin telefon mi tonë apo vjen të emisioni. Për shkak e mbaj vetëm një distancë. Para më do me bo me thirën e qëtash Violetën, edhe më pëtët Violeta, më falë vala, po nuk më moj. Edhe nuk e kom kohën e sen, po e lodhe me thonë një farmyre edhe nuk qasna. Po, mi shkru në Instagram, ndështë e kom shkru. Shpesher e kom thonë, apo bojmë diçka bashk, kur i ki pleshat, kur i ki tripat e tuja, kur i ki sendet e tuja, muj me bo diçka. Unë po e thëmë, janë... s'po flas për këta muzikës popullore për asnjërin, domethënë, edhe nuk po flas për këto 15 vitet e fundit.